4 variante. Dhe tani po artikulojnë vetëm një variant pavarësisht se thonë 4 variante, se edhe këto i kanë teza që i hedhin provokojnë njerëzit, pasi harta vjen në shtator dhe sipas atyre, ndërkohë që e kanë gati, e kanë pas që në fillim komisionit. 4 variantet ishin që bashkitë e mëdhaja përthitin bashkitë e vogla në territorin e tyre. Varianti tjetër ishte koncepti i rretheve dikushme, pra 25, 36, dhe varianti tjetër është ky 47, 48, krahas variantit opsional të ruajtjes të statu quo-s, të 61 bashkive që është përjashtuar. Ka ngelur 47-48. Kush është 47-48? Se kjo është e bukur. 47-48 është 2014. 2014 çim u bë 61, 24 orët e fundit për shkak të ndërhyrjes një force politike që ishte në aleancë. Dhe po ti vesh re goditën ato bashki që janë produkt i kësaj marrëveshje 24 orëshe. Prenjasi, Libohova, Këlqyra, Memaliaj dhe me radh të tjerat që e kanë këtë lloj arsye lindje në si territor. Pra jemi kthyer shumë vite pas. Tu nuk flitet për decentralizim, nuk flitet fare për autonomi financiare, nuk flitet fare për shërbime, flitet për menaxhim politik të bashkive të votave dhe kush është produkti në miniatur i këtij mbulimi politik. Mesazhi që Mazniku sillte për të shpërndante për të mundur algoritmin e protestës, që i kërkonte bashkive ato dy të punësuarit që ty të krijojnë gjithë punonësit pastaj të uzojnë të krijojnë profile falso. Në konceptin e tyre kjo është bashkia, një shërbëtore e bindur, tyja algoritmin, sjelli vota, të bëj gjithçka, domethënë rrit administratën se dalin çim, s'kemi kapacitete administrative, është shtuar numri nga 19.000 në 40.000, është dyfishuar. Qarqet nuk kanë koncept deri tani për qarqet, nuk i leverdis se qarqet marrin kompetencat e kabineteve. Edhe ja marrin decentralizon kompetencat, po t'i marri qarku. Ndërkohë që në projektin e PD-s ne ishin shumë të qartë, krahas rritjes numrit, se qarku është kapuçi që mbulon mungesën e aftësive të shumë bashkive që të mbulojnë shumë kompetenca dhe shumë funksione. I atashojnë funksione themelore. Menaxhimi i territorit, menaxhimi i mbetjeve, menaxhimi i ujrave që bashki pa kapacitete mëdha financiare nuk i realizojnë dot apo pa kapacitete administrative. Këto nuk e duan sepse qarku duhet ja marrë qeverisë. Kush i ka sot ujrat? I ka qeveria. Kush i ka pyet? I ka qeveria. Kush i ka territorin dhe planifikimin urban? I ka qeveria, i ka Rama. Nuk i ka bashkia. Pra pse duan qarku, nuk e duan, ndërkohë që bërtasin BE-ja do qarqet ose rajonet, me qëllim që fondet e kohezionit të orientohen nëpërmjet projekteve që vinë nëpërmjet këtyre qarqeve. Shumë e thjeshtë situata dhe komplikohet me retorikë politike, mbushet, u mbush dhe me këtë kohën, sa ra koha dhe gjithçka mbaroi. Koha është element relativ më. Qëllimet janë kryesore. A ka kohë për të punuar? Ka më deri në tetor, kemi kohë. I kemi thënë sot dhe i kemi propozuar. Kemi zgjatur dorën e bashkëpunimit. Hajde punojmë dhe ngushtë si komision, se s'na gjen gjë. 8 deputet që jemi ne të opozitës, të bashkëpunojmë, të çojmë përpara agjendën, fund fare të kemi produkt konsensual, rritje optimale dhe zbatim i atyre rekomandimeve që kërkojnë Kongresi i Autoriteteve Vendore. Se ka një gjë, çim e fundit, se ka shumë gjëra për të thënë. Këta duan bashkojnë. Është absurditet më. Kongresi i Autoriteteve Vendore përcakton duhet me referendum. Kushtetuta e Shqipërisë e orienton referendumin. Ligji për referendumet është me hile dhe bëhet me përfaqësim, por ama ti kur do që ti heqësh autoritetin e drejtimit vendor një territori, duhet ta kalosh patjetër në një votim në atë territor. Se i jepte në takimet me Zvicrën, janë këte lëvizjen e popullsisë e kemi dhe Zvicra ka probleme, thoshte bashkëkryetari, thoshte ambasadorë zvicerane, kupton? Ata lëvizin thashun nga e mira, shqiptarët ikin për te Shqipërisë nga e keqja, se nuk kanë shkolla, nuk kanë shërbime, nuk kanë qendra shëndetësore, dhe për më tepër, Zviceranit nuk ja merr dot territorin, se ka bashkime 1500 banor, ka bashki alpine, ka referendum. Hajde pra, bëhe si Zvicra, bëhe me referendum edhe gjithçka ta vendosi qytetari sipas interesi, zhvillimit ekonomik, shërbimit, se ai ne flasim, ai e kanë lëkur plumbin e çim, ai e di si shërbehet, se tarifa, taksat, unë Elbasan, ti në Tiranë i paguajmë njësoj. Ti ke shërbime më shumë se sa mu.
Po ai që është në zonë rurale, ai ka zero shërbim, po ai pagun si mu, tarif ndriçimi, tarif pastrimi, tarif gjelbërimi, ja marrin lekët aty se kur i japin atë ndihmën ekonomike, kur i japin pagën apo forma tjera të marrëdhënies që ka me shtetin, apo kur paguan taksën tjetër. Ja pra që është qytetari ai që e përcakton si duhet jetë territori